Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet. Do të ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ndalemi fillimisht nëse do të ketë një takim mes presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, si edhe do të zgjasë sërish loja e dyreve të mbyllura, por edhe nga heshtja e ftohtë pra e Kremlinit të thirrja e dëshpëruara e Kievit dhe sigurisht dhe televizjet e padukshme që mund të japin fund pra një prej konflikteve më brutale të shekullit. Dhe në pjesën e dytë do ndalemi tek një tjetër çështje. Ndiqemi insertin dhe rikthehemi. Ndërsa bota pret lajme nga Moska, Rusia ende refuzon të thotë nëse presidenti Vladimir Putin do të marrë pjesë në takimin e së me homologun e tij Ukrainës në Turqi. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia do të njoftojë përfaqësuesin e saj për bisedime e paqes me Ukrainën në Stamboll, sapo Putin ta gjykoi këtë të nevojshme. Ai gjithashtu nuk konfirmoi nëse presidenti i Rusisë do të merrte pjesë vetë në takim apo do të dërgonte dikë tjetër. Etyra që tha Peskov ishte se pala ruse vazhdon të përgatitet për bisedime në Stamboll, ndërkohë dhe Kievi po përgatitet pasi Zelensky përsëriti se është gati të vijë personalisht në Turqi dhe pret përgjigje nga Moska. Moska ka heshtur gjithë ditën në lidhje me propozimin për një takim të drejtë për drejtë, një heshtje shumë e çuditshme, tha i të hënën në mbrëmje, duke shtuar se një mënyrë ose tjetër Rusia do të duhet të jap fund kësaj lufte. Sa më shpejt aq më mirë, nuk ka kuptim të vazhdohet me vrasjet, theksoi Zelensky. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Bilali, sa i takon insertit që sapo dëgjuam së bashku, pyetja ime është nëse tashmë do të ketë një takim midis presidentit rus dhe atit të Ukrainës. Jo, takim nuk do të ketë definitivisht. Informacionet më të fundit sot tregojnë që takimi Putin-Trump nuk do të vjetë në Stamboll. Rusët kanë dërguar, edhe pse ka qenë një kadishmëri e Zelenskit, presidentit Ukrainës. Kemi delegacione të rangjeve më të ulta. Kryesisht është këshilltari i Putinit, ish ministri i kulturës, pastaj zëvendësministri i mbrojtjes i Federatës Ruse, dhe mendoj që dy ekspert të fushave që kanë të bëjnë me aspektet ushtarake, por edhe me ato diplomatike. Mendoj që delegacioni i Ukrainës do të jetë i përfaqësuar nga Pefi, cili ka qenë edhe në vitin 2022 në ato takimet e Stambollit, pas 3 muajve të luftës. Dhe mendoj që kemi deklarata kontradiktore. Së pari, rusët e cilësojnë këtë si një farsë, dhe momentalisht gjendem para një situate që nuk mund të themi se do kemi përparime, mund të ketë bisedime, por pa nivelin e lartë, se së paku prit që sekretari i shtetit të jetë prezent me homologun e tij rus, Lavrovin, dhe Rubio më duket që nuk do të jetë në tavolinë e bisedimeve të këtyre delegacioneve. Dhe ajo që është nëse e rëndësishme, mendoj që Trumpi ka prit sinjale që mund të vijë presidenti rus, dhe tash ai ka vazhduar vizitat që i ka në itinerarin e tij në vendet e gjirit. Dhe kjo tregon kompleksitetin e situatës në Ukrainë, dhe mendojmë që deri në hapat e ardhshëm gjendja do të jetë, mund të them, fragjile dhe me ngritje intensitetit të luftës. Dhe tëra kjo nuk jep fort shpresa se së shpejti mund të kem një marrëveshje paqësore. A do kemi për një kohë të shkurtër, mendoj mbrana 2-3 dite apo një javë, në arritje të pushimit, mendoj që gjasat janë, sepse ka një presion ndërkombëtar, sidomos të asaj që njihet
të kampit perëndimor, edhe amerikanëve, por edhe mund të them edhe të Unionit Evropian, meqense tash Unionin Evropian e përbërjnë 3 vende anëtarë dhe Mbretëria e Bashkuar. Polonia, Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Mendoj që vala e 17 e sanksioneve, sepse Rusia deri me tash janë vërë 16 runde, mund të them, të sanksioneve, dhe tash përgatitet paketa e 17, që do të godet, mund të them, shumë sektor rus, të cilët deri me tani mbetur të paprekur. Qartë, por zoti Bilali, mbas këtij refuzimi shëpati nga presidenti rus Vladimir Putin, a mund të kemi një përkeqësim të konfliktit, por sigurisht edhe një zbejje, po them, të përpjekjeve ndërkombëtare për paqe ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës? Mund të them që Putini në telefonatën me Erdoganin para këtyre takimeve, do të thotë dikon para 3-4 dite, edhe me Macronin pashtu, ka insistuar që Putini të jetë në Istanbul, sa i përket asaj që gjendjes në front, në vijat e luftës, mendoj që do të kemi intensitet të njëjtë, mos më tepër. Dhe vija frontit rrjedh nga 2000 kilometër, vija gjatë e frontit, më thëmë drejtën, që nga Sumi në pjesën veri lindore të regionit Som, mund të Çernihov mund të jetë edhe një region, pasi që kufizohet me Belorusin, dhe tëra Harkivi dhe deri te Mykolajevi. Betejë më e madhe është sot në Donbas. Dhe mund të them Pokovski është pika kyçe e kthesës. Dhe këto luftime mund të jenë shenja që depërtimi rus mund të shkojë në Dnipropetrovsk. Dhe e tëra kjo bën situatën më të komplikuar. Thonë të drejtën, armatimi dhe furnizimi i evropianëve për forcat ukrainase është një niveli që mund të them mund të rrit kualitetin e teknologjisë ushtarake, edhe pse do thot NATO, vendet anëtare të NATO-s janë të kyçur që nga fillimi i luftës, që nga trajnimi, përgatitja dhe furnizimi i ushtrisë ukrainase. Dhe tash kemi një situatë që mund të kemi, po them, ngritje të asaj që njihet në fjalorin ushtarak kapërcim të teknologjisë dhe sistemit të armatimit, sepse kemi luftë të dronave. Thonë drejtë, kjo luftë është njihet hera parë, që do thotë teknologjia e dronave ka qenë ajo që ka pas primatin. Me përjashtim edhe të arsenalit të raketave ruse, që nga Orishniku, Iskander, Kinjalen edhe kështu me radhë. Odesa është pika kyçe i vetmi port ukrainas që mbahet nga forcat. A mund të dhe i goditet, mund të them, çdo ditë ose 2 ditë kemi goditjet të këtij qyteti dhe të porti me rëndësi etike për Ukrainën. Dhe mendoj që dilema më e madhe është vija e përcaktimit të zonës së demilitarizimit, që quhet ndryshe tampon zona. A do të jetë kjo zonë gjatësia e saj 30, 50, 60 kilometra, ekipet e ekspertëve do të punojnë pas armëpushimit. Në një zonë e Zanilit të them që problematika është e para armëpushimit 30 ditor, pastaj fillojnë bisedimet për marrëveshjen paksore. Dhe në këtë drejtim ka kokçarje se cila duhet të jetë e para. Mirë po, gjasa atë janë që do të kemi një armëpushim, dhe pastaj në detaje të flitet për aspektin tekniko-ushtarak dhe atë që njihet cilat forca do të jenë bartëse të procesit dhe apo të ndarjes, të kontrollimit, të monitorimit të zonës demilitarizimit. A do të jenë trupat evropiane
është një dilemë që rusët hezitojnë, mirë po do t'jetë një formulë, një zgjidhje që do t'jetë e përshtatshme për të dy palët. E qartë, zot Bilali, sa i përket edhe bisedimeve, pra refuzimi i ftesës së presidentit rus pra për të shkuar në Turqi, aty ku mund të kishte edhe një takim me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, çfarë ndikimi do të kishte vetë pjesëmarrja personale e presidentit rus pra në Turqi në këtë takim për ecurinë e këtyre bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës, por ndërkaq, a mund të jetë pra ky kusht i Zelenskit për të pasur një takim ballë për ballë me atë, pra një kusht i ngurtë përderisa mund të kishte edhe takime me delegacione pra të nivelit më të ulët? E dim fare mirë që Putini ka testuar edhe ma herët që ka kërkuar takim direkt, edhe njerë pëse nuk ka qenë i gatshëm me Zelenski, bile e ka thënë që ai është e keqja Ukrainës dhe nuk dëshiron me të ketë takime. Bile e ka cenuar edhe ka në dyshim legitimitetin e tij si president të Ukrainës. Mirë po situata ka ndryshuar, sepse fronti dhe lufta nuk i kanë sjellë të mira as Rusisë. Rusia ka dome jashtëzakonisht të mëdha, dhe mendoj në shumë fusha. Dhe kjo që pyetët ju takimin Trump-Putin, të jemi real. Marrëveshja mund të jetë një marketing i mirë i të dy liderëve për imigjin e tyre, sepse të dy sot mund të them në aspektin ushtarak janë dy liderë më të fuqishëm në botë, dhe firmosjen dhe takimin, meqense takimi nuk do të ketë ekskluziv për çështjet e Ukrainës, do të bisedohet edhe për shumë tema tjera, sepse bota ka hyrë në një vroll jashtëzakonisht të rrezikshëm. Dhe në këtë moment kur jem duke folur, kemi dinamikë të zhvillimeve, jashtëzakonisht të mëdha. Dhe mendoj që e ardhmja do të tregojë që të dy liderët do të vendosin për shumë çështje. Dhe gjitha tretët dhe pa pjesëmarrjen e këtyre dy liderëve. Pse bëri kthes Putini, pranoi që të takohet me Zelenskin. Besoj që rusët në bisedime janë bukur të komplikuar. Taktizimet e tyre janë, mund të them, manovra të cilat e presin momentin e duhur. Dhe në këtë drejtim mendoj që të dy palët taktizojnë, por Stambolli do të ishte vend takimi i cili mund të ishte shumë i përshtatshëm për të dy liderët, edhe atë ukrainas edhe atë rus. Por, a do të ndodhë kjo së shpejti? Mendoj që të dy palët kanë goditje për aspektin asaj që njihet që fajtori për mungesën e vullnetit e mirë për bisedime e ka njëra ose pala tjetër. Dhe rusët mendoj që pikë kyçe e kanë takimin Trump-Putin. Sepse ata mendojnë që me Trumpin çështja e marrëveshjes pasore me Ukrainës mund të kryhet. Edhe pse mund të them drejtën, Trumpi është personalitet, karakter që gjatë rrugës mund të them që ka ngritje dhe zbritje të dinamikës. Mirë, po kjo është e rëndësishme për evropianët, të cilët mund të them janë jashtë itinerarit. Tash situatën në dorë rreth Ukrainës kanë dy liderët, Trump dhe Putin. E qartë, mirë zoti Bilali, për të ndalur tek një tjetër konflikt, pra në një tjetër cep globit, ndjekemi insertën pas rikthehemi. India dhe Pakistani kanë rënë dakord për një armëpushim të plotë dhe të menjëhershëm. Pauza filloi në orën 17 sipas orës lokale. India po i përmbahet marrëveshjes, por ushtria e saj mbetet vigjilente dhe e përgatitur për të nisur atë që është nevojshme për mbrojtjen e kombit ton, thonë zyrtarët. Zëvendës kryeministri i Pakistanit thotë se vendi gjithmonë
Është përpjekur për paqe dhe siguri në rajon, armë pushime është rezultati një nate të gjatë bisedimesh të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, tha Donald Trump. Këtë javë India goditi objektiva në Pakistan dhe Kashmirin administruar nga Pakistani në përgjigje të një sulmi vdekjeprurës militant ndaj turistëve indian muajin e kaluar. Të dyja palët akuzuan njëra tjetrën për granatime ndërkufitare dhe sulme me raketa dhe dron, që kur India nisi operacionin e saj ushtarak, India dhe Pakistani pretendojnë të dyja Kashmirin në tërësi. Mirë, zoti Bilali, kemi një armë pushim pra I cili mund të jetë një hap drejt paqes ose një pauzë taktike pra për në një konflikt pra të përhershëm për Kashmirin. Pyetja ime është se sa real pra është rreziku I rinisjes së luftimeve duke pasur këtu parasysh pra që ushtria indiane mbetet gjithmonë në gatishmëri të plotë. Besoj që gatishmëria do të jetë edhe nga ana ushtrisë pakistaneze. Mirë po, është mirë që është arritur një armë pushim. Sa do zot, me qenë se ky problem është që nga viti 1947, ndarja britanikëve mes asaj që njihet toka pakistaneze muslimane dhe pjesë hinduse. Kashmiri është një problematikë e cila nuk daton vetëm nga viti 1947. Pa hyrë në aspektin historik, mendoj që kjo paqe arritur është një shej që mund të them të arrihet një lloj stabiliteti për një kohë të caktuar, sepse 220.000 kilometër katror të Kashmirit, që diku 60%, 55-60% kontrollohet nga India, që është do thotë gjumi Kashmir, pastaj është Baltistan Kashmir që udhëheqet nga diku 15 milion jetojnë këtë pjesë. Është një pjesë 30 kilometrë që kontrollohet nga kinezët. Dhe është Asad Kashmir, që është një provincë të kuadrët të Shtetit Pakistanit. Do të thotë 84 kilometra katror që udhëheqet nga Pakistani, është vija frontit ku çdo herë kemi, mund të them, situata dhe konflikte dhe mund të them thyrje, qoftë edhe të arpushimit, sepse është një problematikë me decenja, mund të them, 80 vjeçare, 8 dekada. Dhe çka është jashtëzakonisht interesante që në aspektin e luftimeve dhe mund të them asaj që kanë goditur të dyja palët, thonë drejtën rasti terrorist në qytetin e Gjumi Kashmirit, është rast që ka përdyshime të shumta se kush ka mund ta bëj. India akuzon Pakistanin si çdo herë. Por mendoj që kemi pasur një, mund të them, nivel të tillë të luftimeve ku teknologjia kineze edhe turke, koralli turk, sistemi elektronik, dhe jot dhe ceshi dhe ashtu quajti koproduksion pakistanezo-kinez, ka qenë shumë efikas dhe mund të them të drejtën 3 rafalla francez janë dorëzuar ta quaj kështu para teknologjisë kineze ose edhe turke mund të theme. Dhe në këtë drejtim mendoj që ka qenë një test për të dyja shtetet që janë forca atomare. 165 koka bërthamore ka Pakistani, ndërsa 160 India. Mirë po dometi raketave të Indisë e kalon dikon 5.000 kilometrshin. Pakistanezët kanë 3.000-3.500. Por, pa hyrë në fjalorin militarist, mendoj që ka qenë një test që kinezët kanë qenë ata të cilët kanë, mund të them, objektivin din dhe përmes Pakistanit kanë arritur që të kenë suksese. Por, paqen në fund më duket që kanë arritur Amerikanët. Amerikanët janë ata që kanë, mund të them, një aleancë dhe një kooperim me Indinë, edhe pse sistemi I armatës indiane ka sistemin edhe S-400 rus, ka një raport e mirë, pastaj me Izraelin, dërsa Pakistani ka atë linjen Kinë, Turqi dhe Indonezi,
Malezi dhe një numër i shteteve. Ka qenë pak a shumë një lloj koalicioni, mund të them, i shteteve muslimane ndaj Indisë Hinduse. Mirë po, edhe dronët të izraelit nuk janë treguar efikas, sepse kanë qenë mund të them, të blinduar apo të verbuar nga koralli turk. Dhe tëra kjo tregon aleancat, të cilat krijuan në këtë pjesë të Azisë dhe ka qenë një test edhe i kinezëve edhe i amerikanëve. Dhe mendoj që amerikanët kanë një bashkëpunim edhe me ISIL, shërbimin pakistanez, dhe mendoj që ai generali pakistanez, shefi i forcave të armatosura nga amerikanët, Amir Munir, është vlerësuar qelësi i asaj që mund të evoluoj situata apo mund të kemi një detan të quaj kështu, sepse pa që në mes Indisë dhe Pakistanit pas zgjedhjen e Kashmirit, problemit e Kashmirit nuk do ketë. Mendoj që ka qenë, mund të them, në prag rrezik për gjithë botën, që të përdoret ndonjë kokë bërthamore dhe mund të them që do të ishte dekontaminuese për të gjithë globin. Por fati mirë është që kemi një shtensionim, por problemi jeton të gjallë. E qartë, mirë Zoti Bilavi, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte nasi, faleminderit shumë. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen. Bashkëjemi sërish nesër.